Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me videon e radhës Lirimovicin po I them se fjalë që I fol ky për kryeministrin, unë nuk e di nga ka prej ardhen. Nuk po dua as me menu atë punë se ka ky prej ardhen. Sepse me fol kundër shtetit vet, me fol kundër një kryeministri, sikur ky Boljon Batanovice, Velanovice, Beratovice, amo ky burr, ky ja kalon. Po shta po thëmë, unë nuk e di çfarë gjako ka. Kështu që mi shkojmë të dëgjojmë videon, të diskutojmë së bashku. Çfarë dezinformata bën? Anën e 2 marsit të vitit 1998, Lirimovici. Amerikane New York Times, mes artikujve të qirë, kishte edhe një me titull "Shqiptarët etnik rebelohen kundër serbëve". Artikulli publikohej vetëm pak ditë pas masakrës së Likoshanit e Qerezit, ku me 28 shkurt u vran rreth 30 civil shqiptar. Teksti fillonte me përshkrimin e disa pjesëtarëve të UÇK-s që që e lidh mas pari luftën, tani kthehet te Albin Kurti. Gjë se Albin Kurti nuk ka dashur luftën, nuk e ka dashur me shkuën luftë, nuk ka dashur me bëj këto, po ky s'po I them çfarë duhet me I thonë, nuk e përmend asnjëherë se çka ka bëu Albin Kurti për Kosovën. Sa ka marrë burg, sa kanë shkatruar në burg. Studentët I ka pas rregullisht me vetë domethënë njerëz të zgjut, e ky I çun krejt servila. Po kështu shkojnë miq edhe diskutojnë. Amerikan Chris Hedges I kishte hasur në malet e Çavicës. Ishte hera e parë që UÇK-ja kishte lejuar një gazetar ndërkombëtar të përcillte ata deri thellë në male. Rebelët, të veshur me uniforma kamuflazhi, pushk sulmi AK-47 dhe elek të mbushur me municion, flisnin fare pak. Sa për këtë rebelëve, në cilin vend botës që janë nisë një grup me luftu, por vend vetën e quhet rebel, sepse nuk mund me quhet ushtrim në herë. Kjo është ndërkombëtarisht. Kështu që kur të folsh, shpjegoj pak sanet, se fjala rebel është fjala e madhe, për të keq, jo për të mirë. Shkojna? Teksa lëviznin përmes fshatrave në errësirë. Qizmet u linin gjurmë në Dobor dhe Lloq. Guerrelët ishin pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila po luftonte për të krijuar një shtet të pavarur për shqiptarët etnik. Thuaj në fillim të artikullit derisa përshkruaj UÇK-ja. Këta spellat ky pa ka thonë Amerika, po shkojnë miq. Njëjtin artikull, vetëm 2 ditë para ngjarjes së Jasharajve, prononcoi edhe një ri 22 vjeçar nga Prishtina, me emrin Albin Kurti. Qysh I lidh sanet, I ka prej sanet, edhe I lidh sanet, I qëtë ato sanet më kryesorë që janë, për kundër dhe Albin Kurtit. Këto veç një gjak, pëzëri, s'po thëmë sa ma shumë. Kurti. Ha. Shini çfarë I thot gazetarit Albin Kurti. Tani kemi 3 grupe njerëzish në Kosovë, deklaronte Kurti. Janë ata që simpatizojnë UÇK-n, ata që na simpatizojnë neve që po provojmë të organizojmë rezistencë jo të dhunshme, dhe grupi më I madh që simpatizon të dyja palët. Pra, këtu Albin Kurti ja bën të gazetarit amerikan qartë se UÇK-ja ishte dikush tjetër, ky dhe grupi I tij që provonin me rezistencë jo të dhunshme ishin të tjerë. Po ashtu edhe Por mendimin të amiq, kjo është këtë normal, sepse del një grup, në fillim po foli, tash kuptohet është ushtria çlirimtare e Kosovës, po del një grup që nuk e din populli fare hiç, del pe hiçi, normal që njerëz tutën, nuk e din. Po kur e morën vesh se kush është, tani u bashku populli, kjo është e logjikshme. Të dezinformata, s'ka shit java tyne që I mësuar me afshit, po jo neve. Çtash me dal një tjetër grup në Kosovë, I tutëm, është logjike mëre, është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë o kriminal, o gjak shkau, po të thëmë kështu asiqare. Është shumë e thjeshtë. Kur të dinë se kush është, atëherë është diçka tjetër. Edhe I fërkrahojnë populli, mësuna me përqa, o përqars. njerëzit ishin të ndarë, mes atyre që kishin simpati për UÇK-n dhe atyre që kishin simpati për grupin e Albin Kurtit e të tjerët që provonin me metoda jo të dhunshme ta zgjidhnin problemin. Pra, këti
ti të riu, 22 vjeçar, nuk i kishte mjaftuar e as nuk e kishte bindur masakre e civilve në Likoshan, Qerez e vende tjera. Çfarë dezinformate bani një rande? Po s'ka faj, mi që pranoj. Ja kanë mush gojën shkijet pare. Ky edhe gjakun e kanë rru. Për pare. Ky këtë Kosovën të ashet për pare me që. Se le mu kryeministrin. No, s'o probleme. Ky është në gjendje kretë Kosovën me shqit për pare. Se ka marrë pare, bolë, si interesant për asë njëri. Gjallë, edhe tash delë bolë në disë formata. Unë nuk e di ku e prokuroria, Allah. Se dhe demokracia ka një derë. Tash së është demokracisë më bënë që ka dushti. Do të me aqit një kufi demokracisë. Që unë muna me thonë që ka du tash. Shaj presidentin, shaj kryeministrin, shaj prokurorin, shaj ato, por nëse një bëj pa fakte, do të me arë më mështi mrena. Me thonë përgjegje për këtë punë. Ama jo me folë që du, që demokraci po që du, jo. Na jim që asi njerëz, që demokracisë ja marrën këqijat, nuk ja marrën këqijat, të mirat, më falni. Demokracia ka senet mira, ka senet këqija. Bile ma shumë ka të këqija se të mira. Po na si popull, demokracisë do të me marrë veç të mirat, e jo të këqijat, o ignorant, o gjakprisht. Mos u shqet për pare. Shkojnë amiq, të ndëgjëm tradhtarin. Ka për armën. Refuzonte të takonte këtij grupi Guerrel. Madje, kjo ishte një kohë kur, siç e thotë edhe teksti i gazetarit, ka një numër në ligj. Albin Kurti ka refuzuar me bashku grupit Guerrel. Grupi Guerrel domethënë është UÇK-ja, për ata që se din për shpjegoj. Shkojnë? Të liderëve lokal të LDK-s që janë betuar me aleancë forcës guerrile. Po Kurti lëvizja e tij jo. Pak ditë pas këtij artikulli, saktësisht me 5 mars 1998, fillon sulmi i madh i forcave speciale serbe kundër familjes së Jasharajve. Ngjarje që si asnjë tjetër mobilizonte shqiptarë në Kosovë jashtë saj të Qatë shumë i dhimin ti familja Jashari, që për ata së arti përmenëm, lavdi, do të me la dhëmt me pastru të trupin, kur komte, që shtojnë për mu, kur të përmenë familja Jashari. Këj ka po familja Jashari, sikur me folë për mu, se për të kontin njërë thjesht. Qatë shumë i ka dhim këtina, sa që nuk lenë sen pa thonë për familja Jashari. Në për debate. Nuk lenë sen. As për nipa, as për së nipa Jasharve. Qatë shumë i tonë, qatë shumë i dhimet tina. Ju pas ka dhim që na nuk e kena ditë miq. Shkojnë amiq. Koshin radhëve të UÇK-s. As ngjarja e Jasharajve nuk e bindi dot Albin Kurti, se kundrejt serbëve duhet të luftohet. Ky gjakt normal nuk ka, veç gjakt prisht. Gjakt prisht nuk e dim, e komunika i thënë gjakt prisht, por nuk e di çka dhe me thonë. Nashta me që ju e dini, kush e din, ma shkruajnë komente. Unë se di. Kjo dëshmohet qartësisht në librin e Howard Clark me titull Rezistenca civile në Kosovë. Kurti, 3 muaj pas betejës heroike të Jasharajve, në muajin qershor, po provonte të organizonte të rinjtë të Kosovës. Gjithmonë po të Amerika, që ka thonë Amerika. Asnjëherë nuk po vetë, menimin e vetë. Po mënohet mi kombinue, se s'ka që ka thotë, po mënohet mi kombinu për gazetë në gazetë, për liber, por me bo dezinformat kundër Albin Kurtit. Po s'ki shans, bre, nuk ki shans teorike. O mars prej Serbis. Mars i pare prej Serbis. Të bofshin, që me thonë. Nuk ki shans teorike. Nuk ki shans teorike me përqartë i poplën. Se sa të foni ju që shtët, a i veç për shkanal, hop. A kësha pasjev nëse pas opozit, jo s'kësha pasjev. A po bini ju, peleni Kosovën pa opozit. Ka i marrë Albin Kurtit 80%. E që ateta ju kalëzën juve. O njerës të shqitën. Shkojnë amiq? Se s'përfundon këtu? Rezistencë patësore. Si tregon autori në libër, edhe në qershorin e vitit 1998, Albin Kurti po provonte të organizonte një punëtori me titull Lëvizja patësore aktive si një alternativ ndaj përpjekjes së armatosur. Qa ka pas keqe këtu? Apo të regon? Qa ka pas keqe? Me bo një parti,
me fitu me laps. Pushka e Albin Kurtit është lapsi. Edhe burgu, edhe libra. O Gjak Prisht, unë kishar tërp me dalë me folë para kamere për Albin Kurtin. O Gjak Shqitën, tërp unë kishar. Kur këtë bota, edhe në parametën e Evropian, në Evropian, më fali, ka thonë neve na vinë këtu një Albin Kurt. E ti, më ke bu me atë mjekër, sikur qëtnik i shkive, me dalë me folë këndër Albin Kurtit, para kamere, turpit më loft. Po, vje koha edhe koha jote, gjithë atyre që i shqit edhe kam bot rathi këndër atë dhejot. Se ti që e ka bon tash, je ka bon rathi këndër atë dhejot. Këndër kriministit tonë. Kështu që edhe presidentës, shkojnë amiq. Zimi Kurtit për lëvizjen pasore, si alternativë kundrejt rezistencës armatosur, pritej të mbajë në gusht, por do të anullojnë korrekt sepse, Clark e thot në libër, problemi ishte se dinamika fuqizuese e krijuar nga demonstratat e vjeshtës së 97-s, nga studentët, ishte zëvendësuar ose te kaluar nga entuziazmi dhe më pas paniku i ardhjes publike të UÇK-s dhe masakrave të Drenicës. Në këtë libër të autorit është edhe një intervistë e vet Albin Kurti. Është një moment interesant gjatë intervistës, kur Kurti i tregon Clarkut se gjithmonë është kujdesur që edhe kur i kanë sulmuar serbët të rinë protesta, ky nuk i ka lënë ata të kundërpërgjigjen me dhunë. Disa djemë thanë, hajde, jemi mjaftueshëm në numër, hajde t'i kapim. Dhe e gjitha çfarë ju thashun ishte, nëse unë e theras demonstratën, atëherë do të jetë pascore, i tregon të Kurti gazetarit. Bindjet e tij për lëvizjen pascore, Kurti ja kishte bërë të ditura edhe aktivistit amerikan të paqes David Hartsough në një intervistë në tetor të vitit 97. Kohë kur Hartsough ishte drejtor i motorëve të paqes në San Francisco në SBA. Kurti tregon në intervistë se dëshiron të gjithë ta kenë frymën e njëjtë si ai. Po Amerika ka qenë që shtot, Amerika ka qenë paqe. O, ignorant. Amerika nuk do në luft, Amerika do në penën. Lapsin, bukfalish me të thonë. Sepse nuk kënë këta që si mas të... Andaj shpjegon se si kemi mbledhur shumë libra rreth mos përdorimit të dhunës dhe disa video me të cilat po fillojmë një librari me literaturë kundër dhunës, që do qete e mundshme për të gjithë studentët. Pra, kur lufta veç kishte filluar, Kurti fton të rinj në demobilizim ushtarak e në aktivitet pasor, në protesta që nuk duhet të kthehet as dhuna me dhunë. Pra, edhe nëse policia sulmon, mos të sulmohet policia prapa. Vërtet e pabesueshme kjo, apo jo? Veçanërisht për të rinjtë të reja të Kosovës së pas luftës, që e kanë por Kurtin tek organizon protesta të dhunshme. Tash i qetë gjëja, kur i ka sulmu policin, ka gjurë. Qërës farë qëtniku i, o më trapaz. Bono real, edhe kalzoj poplit drejt, që ti poplit që ti po i drejtohesh, o qafir, o gjak shkohës, po kom qare pa të thonë, tregoj ti kësaj rinis, pse i ka bu Albin Kurti që thonë. Bono burë, se ti burë si e heq, farë burë, po bono burë, edhe tregoj poplit pse i ka bo Albin Kurti që thotë. Nuk është Albin Kurti vetën, është me krejt studentat e Kosovës. E ti po bosh ma e meqëm se studentët e Kosovës, që lezojnë 24 orë. Ti, gjak shkohë, mos i gënje poplin. Albin Kurti, që to i ka gju policin, i ka rëzu kjerë të policis, e orë leksin krejt, por që gjykon speciale, por që zajet nis, por që të fus not, o qëtnik, o gjak shkohë, kalzaja poplit këto, mos raj poplin, se bolo bomo, o qëtnik, bolo bomo, mos rani, mos gënjeni, se po neve ma mirë, sot rani, sot gënjeni, na shkojmë për pjetë. Mos e bo Gjak Prisht. Stop, thuj, stop, bon, tash po punoj për Kosovë. Bire, nashta la është dyqysh, për ndryshe,
Ju vjen dita edhe juve, tradhtarëve, ju vjen. Miq, kjo është video e sotit, kështu që runa zo pe gjak të prishtve. E gjaku i prishtu në ti që miq, o gjak shkallë. Kështu që ju përshëndes. Që të lirim, kur Lirimovic, kur dërsh me po dezinformata, bon dezinformata, mos bon dezinformata për kallëzuar realitetin. Se asë një njerin këtë botë nuk ka prefekt, i vetëm i Zotit, i lumë i Zotit është prefekt. Mos të unovi po dezinformata, gjak prisht.